Momente për një tjetër proces të rëndësishëm që lidhet me atë të rinumërimit do të ndodhi në Durrës, sidomos vota e diasporës dhe 2 ZAZ. Kam edhe një prej kërkueseve të këtij procesi, ajo që ka të bëj me procesin e rinumërimit në Durrës, kam Ileana Kuçanën, e cila është dhe kandidate e Partisë Demokratike në Durrës. Kuçana, faleminderit, kënaqësi që të kam. Faleminderit ju. Futemi më njëherë në temë Kuçana, kur pritet filloj Durrësi dhe cilat janë pritshmëritë. Nga ajo që keni parë deri tani, çfarë mund të themi? Atëherë, unë mendoj që Durrësi duhet të ishin hapur të gjitha ZAZ-ët, pasi kërkesa jonë ka qenë për rinumërimin e të gjitha ZAZ-ëve. Kolegji zgjedhor e ka rrëzuar kërkesën tonë, siç e keni parë. Sapo të zbardhet vendimi i kolegjit zgjedhor, unë do të drejtohem gjykatës kushtetuese për të kërkuar legitimitetin si kandidate. Për kaq kohë sa unë KQZ-ja më njeh si kandidate dhe unë shkoj dhe kërkoj votën në emër të Ileana Kuçanës, unë kërkoj legitimitetin. Dhe unë ju siguroj, jam e bindur që gjykata kushtetuese do të marrë një vendim të drejtë. Në të kundërt, ne do të drejtohemi Strasburgut dhe çdo institucioni që do të jetë e nevojshme për të vendosur një standard politik, që do të thotë kandidati të ketë të drejtën të kërkojë rinumërim, dhe ne kemi kërkuar rinumërimin e të gjitha ZAZ-ëve në qarkun Durrës. Por janë rrëzuar, vetëm diaspora do hapet dhe 2 ZAZ vetëm. Atëherë është rrëzuar, do të hapen 2 ZAZ, do hapen disa qendra votimi që i kemi kërkuar ne, dhe do hapet një numër të qendrash votimi që i ka depozituar kandidati tjetër, zoti Kalaja. Pra, ne jemi këtu përmjet Partisë Balli Kombëtar, se Partia Demokratike nuk e pranoi. Atëherë, Partia Demokratike bëri një kërkesë ku unë kam qenë në krah të zotit Franc Nuri, për hapjen e të gjitha ZAZ-ëve në qarkun Durrës. Dhe këtë e kemi me video nga KQZ-ja. KAS vendosi të hapte vetëm, po themi, rreth 50%, pra diku pak më shumë se 50% të kutijave në qarkun Durrës, ndërkohë ne kemi diku të 540 qendra votimi. Shumë njerëz na pyesin arbër pse gjithë kjo betejë për rinumërimin. Ju jeni dhe larg marrjes së mandati apo jo? Po, pikërisht. Flasim gjithmonë. Dhe mendoj që për këtë arsye unë jam dhe më komode të flas për t'ju thënë që nuk bëhet për interesin personal, po kjo bëhet për të vendosur një standard politik, bëhet për të pasur legitimitet kandidati, po nga ana tjetër bëhet për të pas transparencë. Çdo votë që është dhënë në emrin e Ileana Kuçanës, unë dua të lexohet drejt, sepse janë vota zemre, janë vota besimi, nuk janë vota as krimi, as korrupsioni, as banda kriminalesh. Dhe për këtë kohë, kaq kohë sa demokratët e Durrësit më kanë besuar, unë do dua që çdo votë që është në emrin e Ileana Kuçanës të lexohet drejt. Është e tmerrshme që ti jesh vetë prezent në ZAZ dhe të shikosh kur je vetë kandidatja prezent, të merren votat sy me sy. Ka ndodhur në prezencën time, më kanë heq 5 vota duke qenë vetë prezente aty. Imagjinojeni pak se çfarë ndodh kur nuk je vetë prezent. Të kanë hequr vota ty, kujt ja kanë çuar? Një kandidati tjetër. Në listë. Po, por duke mos dashur. Brenda PD-s flasim gjithmonë. Në rastin konkret ka qenë brenda PD-s. Brenda PD-s. Po, dhe unë nuk kam dashur që komisionerët të bënin gabime dhe të plotësonin për Zërbalin, dhe kam reaguar menjëherë në mënyrë që t'ju jepja mundësinë për të ndryshuar për Zërbalin, dhe është ndryshuar për Zërbali, pra rastin konkret. Sepse ajo çka duam ne është që të ketë transparencë, ajo çka duam ne është që nëse duam një sistem demokratik, pikërisht duhet ta fillojmë nga vota. Dhe vota duhet lexuar drejt. Vota është dinjitet, dhe në demokraci e gjithë betejë, e gjithë lufta duhet bërë pikërisht për votën. Unë dua t'ju të ndaj me ju një nga eksperiencat të cilat personalisht edhe për zërat kritik të cilët mendojnë ndryshe nga ne kandidatët të cilët kemi kërkuar rinumërimin e votave, unë ju them që me kalimin e kohës ata do të na japin të drejtë, ata do ta kuptojnë që kjo